Sot kujtojmë me nderim dhe respekt 72 vjetorin e lindjes së një gruaje të jashtëzakonshme, Elida Cangonji, 1953-2016. Një emër që ngërthen brenda vetes shkencën, artin dhe humanizmin, një jetë të jetuar me përkushtim, ndjenjë dhe dashuri për njeriun. Elida Cangonji lindi më 31 tetor 1953 në Tiranë. Që në moshë të re, ajo tregoi një ndjeshmëri të veçantë ndaj jetës, ndaj familjeve dhe ndaj artit. Në vitin 1977, përfundoi me sukses studimet e larta në Fakultetin e Mjekësisë, duke u diplomuar si mjeke pediatre. Për 3 vite me radhë, punoi në zonat periferike të Tiranës, ku çdo ditë përballej me dhimbjen, vështirësitë dhe dashurinë e thjesht njerëzore. Ishte aty ku Elida kuptoi se mjekësia nuk është thjesht profesion, është mision. Pas 3 viteve të para, ajo vazhdoi specializimin si psikiatre për fëmijë dhe adoleshent pranë Qendrës Spitalore Universitare të Tiranës. Në një kohë kur psikiatria për fëmijë ishte pothuajse e panjohur në vendin tonë, Elida Cangonji do të bëhej e para dhe e vetmja psikiatre e këtij profili në Tiranë. Me pasion dhe këmbëngulje, ajo ndërtoi një sistem të ri kujdesi mendor për fëmijët, duke krijuar ura bashkëpunimi mes mjekëve, familjeve dhe institucioneve arsimore. Në fillim të viteve 90, Elida ishte ndër themeletaret e strukturave moderne të shëndetit mendor në Shqipëri. Ajo krijoi institutin e parë mediko-edukativ në Tiranë, një model unik i institucioneve të hapura për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe probleme zhvillimore. Në vitin 1996, themeloi Qendrën e Zhvillimit të Fëmijës, ku për herë të parë në vend u ngrit një ekip multidisiplinar, psikoterapist, logoped, terapistë të folurit dhe psikomotorikës, edukator special dhe punonjës social. Fal saj, qindra fëmijë që më parë do të ishin harruar nga sistemi, gjetën kujdes, dashuri dhe mundësi për të ecur përpara. Në vitin 1998, puna e saj u njoh edhe ndërkombëtarisht. Pikërisht, më 10 dhjetor 1998, Elida Cangonji u nderua me çmimin e parë për të drejtat e njeriut të Republikës Franceze në 50 vjetorin e Deklaratës Universale të drejtave të njeriut. Një vlerësim që e ngjiti emrin e saj përtej kufive, si një simbol i humanizmit shqiptar. Në vitet që pasuan, ajo përfaqësoi Ministrinë e Shëndetësisë pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mori pjesë në konferenca e kongrese ndërkombëtare, gjithmonë duke sjellë zërin dhe përvojën shqiptare në mbrojtje të dinjitetit njerëzor. Por jeta e Elida Cangonjit nuk kufizoi vetëm në mjekësi. Në shpirtin e saj ronte edhe dashuria për artin, për filmin, për jetën e ndjeshme që arti di ta shpreh më bukur se fjalët. Në vitet 70 dhe 80, ajo mori pjesë si aktore në disa filma të njohur shqiptar, duke u kthyer në një fytyrë të dashur për publikun. Ajo u shfaq në filmat Shpërthimi 1974, Shtigje të luftës 1974, Rrugë të bardha 1974, Në fillim të verës 1975, Njeriu me top 1977, Në kufi të dy legjendave 1981. Në çdo rol të saj, Elida sillte thjeshtësinë dhe fisnikorinë e shpirtit, një ndjeshmëri që buronte nga jeta e saj reale si mjeke dhe si njeri që donte njerëzit. Ajo nuk ishte një aktore profesionale, por ishte një shpirt artistik i lindur që e bënte çdo rol të duke i vërtet, i gjallë, i ndjer. Pas viteve të punës së palodhur, Elida vazhdoi studimet në Universitetin Claude Bernard të Lyonit në Francë gjatë viteve 1994-1995, si dhe specializime të tjera në vende të ndryshme të Evropës dhe SBA-s. Kudo ku shkoi, ajo përcoi një mesazh të qartë: njeriu me nevoja të veçanta ka nevojë për dashuri, jo për mëshirë. Elida Cangonji ndroi jetë më 28 nëntor 2016 në ditën simbol të pavarësisë së Shqipërisë, një rastësi që tingëllon si një shenjë e bukur. Ajo u largua në ditën e lirisë, pasi gjithë jetën e saj ja kushtoi lirimit të shpirtit njerëzor nga paragjykimet dhe vuajtjet. Sot, në 72 vjetorin e lindjes së saj, faqja na ishte dikur përkulet me respekt përpara kujtimit të një gruaje që i fali jetës dritë, dashuri dhe fisnikëri, një mjeke që shëroi trupin dhe shpirtin, një artiste që preku zemrat me thjeshtësinë e saj, një njeri që jetoi për të tjerët. Elida Cangonji, mjeke, aktore, humaniste, grua e shpirtit të madh, i përjetshëm qoftë kujtimi i saj.